Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Jam 42 vjeçe dhe jetoj në fshat. Jeta ime ka qenë gjithmonë e lidhur me tokën, me stinët, punët që nuk mbarojnë kurrë, me lodhjen që nuk të pyet nëse je mirë apo jo. Çdo mëngjes zgjohem herët, para se të zgjohet shtëpia, para se të dëgjohet zëri i fëmijëve, para se të filloj zhurma e ditës. Është i vetmi moment që kam për veten time. Pastaj nis gjithçka. Kafshët, oborri, gatimi, pastrimi, puna në tokë, dhe në mes të gjithë kësaj, unë jam mësuar të mos mendoj shumë. Të bëj atë që duhet bërë. Martesa ime nuk është e keqe, por nuk është si ato që shikon në filma apo dëgjon në tregime. Është e heshtur, e qëndrueshme, e mbështetur më shumë në zakon se sa në ndjenjë. Burri im është njëri i mirë, punëtor, por i mbyllur. Nuk flet shumë, nuk shpreh shumë. Dhe me kalimin e viteve, edhe unë u bëra si ai. U mësova me këtë mënyrë jetese, pa shumë pritshmëri, pa shumë ndjenja të shprehura, derisa erdhi ajo ditë. Ishte koha e ullinjve, një nga periudhat më të lodhshme, por edhe më të rëndësishme për ne. U zgjova herët atë mëngjes, përgatita gjithçka dhe mora rrugën për te vendi ku i shtypim zakonisht. Ajri ishte shumë i freskët. Mëngjesi ishte i qetë, rrugët pothuajse bosh. Më pëlqen ajo qetësia e hershme sepse është i vetmi moment kur mendja është e lirë. Kur mbërrita fillova punën menjëherë. Thasët me ullinj, makina e shtypjes, gjitha e rutinë që e njoh përmendesh. Duart filluan të nxihen, trupi të lodhet, por mendja ishte diku tjetër atë ditë. Pa e kuptuar pse. Pas pak dëgjova hapa. U ktheva dhe ishte komshiu. E njoh prej shumë vitesh, jeton disa shtëpi më tutje. Gjithmonë i qetë, i sjellshëm, nga ata burra që nuk bien në sy, por që janë të respektuar nga të gjithë. Erdha të ndihmoj, më tha. Faleminderit, ju përgjigja unë. Nuk ishte hera e parë që ndihmonim njëri tjetrin në punë. Në fshat kjo gjë është shumë normale. Por atë ditë diçka nuk ishte si zakonisht. Në fillim gjithçka shkoi si çdo herë tjetër. Punonim krah për krah, flisnim pak, heshtnim shumë. Por ato heshtje nuk ishin të zakonshme, ishin më të gjata, më të ngarkuara. Në disa momente ndjeja sikur ai donte të thoshte diçka, por nuk arrinte dot. Unë ndjeja, por nuk e kuptoja se çfarë ishte. Në një moment, ndërsa po përpiqesha të lëvizja një thes të rënd, më rëshqiti këmba. Humba ekuilibrin. Ai u afrua menjëherë, më kapi nga këmbët për të më mbajtur. Ishte një veprim i shpejt, por mënyra si qëndroi për një moment më gjatë se ç'duhej, më bëri të ndihem shumë e veçantë. Nuk ishte thjesht ndihmë, ishte diçka tjetër. Diçka që nuk e kishim përjetuar më parë mes nesh. U tërhoqa pak. Jam mirë, i thash. Ai nuk foli menjëherë. Më pa në sy dhe ajo që pash nuk ishte më thjesht një komshi. Ishte një burr që mbante diçka brenda tij. Kam kohë që dua të flas, më tha më në fund. Zëri i tij ishte i ulët, serioz. U ndjeva në siklet. Jo sepse nuk e respektoja, por sepse e kuptova që kjo nuk do të ishte një bisedë e zakonshme. Nuk është momenti, i thash unë duke u përpjekur ta shmang. Por ai vazhdoi. E di, por nuk e mbaj dot më. Heshta sepse nuk e prisja. Kam kohë që të shoh ndryshe. Tha ai. Zemra më rau më fort. Në atë moment gjithçka u bë reale. Të dy kemi familje, i thash. Ai uli kokën dhe tha. E di. Pikërisht për këtë kam heshtur kaq gjatë. Fjalët e tij nuk ishin të nxituara, nuk ishin të lehta, ishin të menduara, të mbajtura brenda për shumë kohë.
Kjo gjë më preku, sepse e kuptova që nuk ishte diçka e momentit. Ishte diçka që kishte kohë që rritej dhe ndoshta unë nuk e kisha vënë re, ose kisha zgjedhur të mos e vë re. U largova pak, mora frym thellë, ndihesha e ngarkuar. Jo vetëm nga ajo që tha ai, por nga ajo që po ndjeja unë. Nuk ishte thjesht siklet, ishte diçka më shumë. Një lloj tronditje, një kujtim që edhe unë kisha qenë për shumë kohë pa ndier diçka kaq ndryshe. Duhet ta lëm këtu, i thash më në fund. Zëri më doli më i butë se sa doja. Ai nuk kundërshtoi, vetëm më pa dhe tha: "Patjetër do e respektoj, por nuk do të thotë që nuk ekziston." Këto fjalë më mbeten gjatë në mendje sepse ishin të vërteta. Përfunduam punën e heshtje, secili i mbyllur në mendimet e veta. Kur u ktheva në shtëpi atë ditë, gjithçka dukej njësoj. Shtëpia, fëmijët, rutina. Por unë nuk isha më e njëjta sepse ajo që ndodhi më bëri të mendoj për shumë gjëra. Për jetën time, për ndjenjat që kisha lënë pas, për atë që kisha planuar si normale dhe për atë që ndoshta kisha mungesë. Ditët që pasuan nuk ishin të lehta. E pash disa herë në rrugë, përshëndetjet tona ishin të shkurtra, të kujdesshme, por gjithmonë kishte diçka në ajër. Një tension i heshtur, një e pathënë që qëndronte mes nesh. Një pasdite ndërsa po u isja kopshtin e pash të kalonte. U ndal për një moment. Më fal nëse të vura në siklet atë ditë. Nuk është çështje sikleti, është çështje realiteti. E di, më tha, dhe iku. Por ajo që më la nuk ishte një situatë e pakëndshme. Ishte një pyetje që më ndiqte për ditë. A është jeta ime ashtu siç unë dua, apo thjesht ashtu siç ka ardhur? Dhe sigurisht, ai moment më ngeli thellë në mendje. Jo vetëm për faktin që ai më shprehu diçka që e mbante për brenda prej shumë kohësh, por ajo që më tronditi më shumë, erdhi më pas. Mendova që gjithçka do të mbyllej aty. Do ishte një moment kalimtar, biseda e papritur dhe pastaj secili do kthej në jetën e vet. Sikur asgjë do kishte ndodhur. Por nuk ndodhi kështu. Ditët kalonin dhe ajo që më kishte thënë nuk më hiqej nga mendja. Jo fjalët e thjeshta, por mënyra se si e tha. Sikur kishte mbajtur për brenda për shumë vite diçka që nuk kishte gjetur guximin ta nxirrte. Dhe kjo më bëri të mendoj gjatë. Një pasdite ndërsa po kthehesha nga toka e pash përsëri. Ishte i vetëm pranë gardit të shtëpisë së tij. U ndalëm përballë njëri tjetrit për disa sekonda, nuk folëm. Pastaj ai theu heshtjen. Ka menduar për ty dhe për atë ditë. Edhe unë, ja ktheva. Zëri më doli më i qetë. Ai mori frym thellë, sikur po përgatitej të thoshte diçka që e kishte menduar gjatë. Dua të ta them siç është pa u fshehur. Unë të dua prej vitesh dhe që kur të kam parë për herë të parë në obor duke punuar, që kur të kam parë si kujdeseshe për gjithçka pa u ankuar. Pse nuk më ke thënë gjë? Sepse e dija që nuk duhej, të dy kemi jetët tona. Ka menduar që do më kalonte, vazhdoi ai, që do të ishte një periudhë, por nuk kaloi. Zëri i tij ishte i qetë, por edhe i rëndë. E mbaja brenda të shija çdo ditë dhe bëja sikur nuk ndjeja gjë. Unë nuk e dija, i thash me sinqeritet. E di dhe ndoshta më mirë mos ta dije, por pse tani, e pyeta. Sepse atë ditë kur të kapa nga këmbët e kuptova që nuk mund të bëj më sikur nuk ndjej. Nuk munde më. Nuk po të kërkoj asgjë, më tha. Kam vetëm nevojë ta dish këtë gjë. Do ishte më e lehtë mos ta dija fare. Tashmë nuk ishte më vetëm një ndjenje pa qartë, ishte shumë konkrete dhe të dy donim të vepronim. Pikërisht aty filloi pjesa më e vështirë e jetës time. Pas asaj dite nuk isha më e njëjta. U ktheva në shtëpi, burri më pyeti shkurt, nuk folëm fare, ai fjeti gjumë, mua nuk më zinte gjumi lehtë. Rija zgjuar duke menduar. Jo vetëm për atë që më deklaroi komshiu, po për gjithë jetën time. Për vitet që kisha kaluar, ndjenjat që kisha shtypur, faktin që nuk mbaja mend herën e fundit kur kisha qeshur në shtëpi. Dhe nuk ishte më çështja vetëm tek ai. Isha unë.
Një pjesë e imja ishte zgjuar. Fillova të largohem nga burri im. Jo me qëllim, por sepse nuk dija si të sillesha. Ai e vuri re dhe më tha: "Ke ndryshuar." "Jo," u përgjigja, por ai nuk foli më sepse edhe ai është mësuar me heshtjen. Ditët kalonin dhe unë e pash përsëri komshiun. Nuk e shija shpesh, por mjaftueshëm që të rizgjoja atë që nuk u zhduk asnjëherë. "Nuk doja të aprishja jetën," më tha. "Jeta ime ka qenë e prishur," ja ktheva unë. "Doje të më thoje prej kohësh këtë?" "Jo," e vura re kur u shfaqe ti. Unë tashmë kisha ndryshuar. Kisha nevojë për më shumë, për komunikim, qartësi. Ne filluam të grindeshim, por jo shpesh, por mjaftueshëm. "Ndoshta jemi takuar në momentin e gabuar," ja thash unë. Ai më mësoi gjithçka shumë të rëndësishme. Ndjenjat nuk janë bardhëzi. Jeta nuk është gjithmonë e drejtë dhe ndonjëherë njerëzit hyjnë jetën tënde jo për të qëndruar gjithmonë, por për të ndryshuar atë që ti je.